pastaj për të pasur një president konsensual, eventualisht. Gjë që ka qenë deklaratë e zotit Kurti gjatë zgjedhjeve. Prandaj, kjo duke mos pasur ende një qëndrim të zyrtar të deklaruar për këtë procese të zotit Kurti dhe lëvizjet e vendosje, domethënë të artikuluar qartësi të momentit për proceset e procesit do të kalojmë, sepse ka pas deklarime politike më herë qartësisht, po jo në këtë moment ku do të fillojë procesi, po besoj që në ditën e vazhdim do të kemi domethënë deklarime të tilla, atëherë do ta kemi të vështirë, ta dimë se si do të reagojnë pastaj partitë opozitare. Domethënë na ka zëra të cilat domethënë thonë që domethënë nga LDK-ja ose nga BDK-ja që nuk hyjmë në koalicion ose hyjmë në koalicion, po e kemi të vështirë ta dimë pa ulur në tavolinë për të parë se cilat janë ofertat, cilat janë mundësitë dhe në çfarë rrafshi do të jetë bashkëpunimi midis partive politike. Dhe ajo që dim, ajo nga kaluara, dim që besimi midis palëve është në terma minimal të mundshëm dhe duke qenë i tillë, domethënë zhvillimet nuk mund të pretendohet që mund të kemi negociata të lehta apo zgjidhje të menjëhershme probleme, se dini veçanërisht Nyja Gordiana aty është për presidentin, i cili hapet afati 60 ditë nga konstituimi i kuvendit dhe besoj që aty procesi mund zgjasë edhe pak më tepër nëse mund bëj një parashikim. Në këtë aspekt, aktorët politik do të reflektojnë në proces se çfarë humbin e çfarë fitojnë. Po duke parë nga jashtë skenën politike, ne shohim që kemi rreth 150.000 votues më pak, domethënë pak a shumë, domethënë këto zgjedhjen krahasim me zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe ka mundësi që një shtys e partive politike për të mbërritur rezultat, për të mbërritur një kompromis, për të mos shkuar në zgjedhje, është pikërisht fakti që edhe pjesëmarrja e ulët, po. Është pjesëmarrja e ulët sepse është 37%, është më ulta ndonjëherë në Kosovë, që do të thotë që qartësisht elektorati është zhgënjur dhe këtu nuk është për çështja kush do dali i pari, kush do dali i dyti. Çështja themelore për këtë klasë politike, edhe për partinë e parë, edhe pse ka marrë aq vota sa ka marrë, është sa legjitime është ajo për ta quar, për të marrë në dorë fatet e vetit dhe për ta quar përpara. Nimani, çfarë kuptimi besoni se do të ketë një farë forme edhe konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë në rast se partitë politike fillimisht nuk e arrin një marrëveshje edhe për presidentin? Unë në plan të parë dyshoj që do të arrijmë që të kryejnë atë gjitha institucionet. Është arsyeja e thjeshtë pse them këtë, sepse që në fillim kanë ngritur dilema se si duhet shkojë procesi i konstituimit, përjashto konstituimin e kuvendit, edhe a do të duhej që të fillojë procedura presidentit apo qeverisë, a është legjitime